Pas mbylljes së hetimeve, prokuroria e Fierit ka çuar për gjykim Klotilda Kolën, 60 vjeç, e cila hiqej si avokate dhe u premtonte qytetarëve zgjidhje të shpejtë të çështjeve ligjore, duke përfituar para nëpërmjet mashtrimit. Klotilda Kola, e cila për një periudhë të gjatë kohore është prezantuar si avokate, ka përfituar shumë monetare nga disa qytetarë, duke u premtuar zgjidhjen e çështjeve të ndryshme ligjore, administrative dhe gjyqësore, përfshirë legalizime pronash, procedura pensioni, çështje pronësie, si dhe përfaqësim në procese gjyqësore. Nga verifikimet e kryera, rezulton se këto shërbime nuk janë realizuar, megjithse vlerat monetare janë marrë nga e pandehura. Pagesat janë kryer në forma të ndryshme, përfshirë dorëzime në dorë, transferta financiare dhe pagesat të deklaruara si kapar apo shpenzime procedurale. Në disa episode, viktimat janë siguruar nga e pandehura se procedurat ishin në vijim dhe se çështjet do të përfundonin brenda afateve të caktuara, ndërkohë që më pas komunikimi me ta është ndërprer dhe nuk është dhënë asnjë rezultat konkret. Në raste të tjera, rezulton se janë dhënë informacione të pavërteta mbi ekzistencën e proceseve gjyqësore apo aplikimeve administrative, të cilat pas verifikimit pranë institucioneve përkatëse nuk kanë rezultuar të jenë bërë prej saj. Të mashtruar nga e pandehura në këtë procedim janë evidentuar 8 shtetas, kryesisht qytetarë të Lushnjës dhe të Fierit. Hetimi ka zbuluar gjithashtu se e pandehura ka kryer veprime në dukje të një përfaqësimi ligjor në një kohë kur nuk kishte status aktiv për ushtrimin e profesionit të avokatit, si dhe ka përfituar të ardhura nga ky aktivitet pa i deklaruar ato pranë organeve tatimore. Nga të dhënat e administruara, ka rezultuar se për disa vite Klotilda Kola ka ushtruar aktivitet ekonomik aktiv, ndërkohë që siguronte me status pasiv në regjistra tatimor, duke mos deklaruar të ardhurat e përfituara dhe duke shmangur detyrimet përkatëse tatimore.